Pjesa e 4. Jezusi takon nënën e vet. Ta adhurojmë o Krishte të bekoj, se me Krishtin të shrekësh për vlerë bukë të mbar. Nëna Francesca Lenker, themeluese e bijave të dashurisë fënore. Dëgjoni rrahjet e çekiçit dhe pyetin Jezusin, mbuluar me plagë gjak, përse i vuajtja ato mundime të tmerrshme. Ai do t'ju shikoj e do t'i thotë zemërsuar, edhe ti, bija ime, birim, ke ndihmuar këtë vuajtje. Për dashurisë ndaj teje, unë i dëroj këtë vuajtje. Atëherë, të hidhim shikimin mbi nënën e Zotit, dhe të shikojnë dhimbjen e saj. Të lutemi së bashku e të themi: O Mari, nëna jon, lutu për ne. O Mari, nëna jon, lutu për ne. O Mari, nëna jon, qëndro me ne e na shoqëro, sidomos kur marrëdhëniet familjare vështirësohen. O Mari, nëna jon, lutu për ne. Zemra jote, vigjilente dhe mëshirshme, ndihmoft ata që janë të dobët në fe e dashuri. O Mari, nëna jon, lutu për ne. Besnikëria jote ndaj hyjit, deri në kryq, na ndihmoft që edhe ne të duam më shumë. O Mari, nëna jon, lutu për ne. Mëshirë o Zot për ne. Mëshirë për